e kërkesës për ujë posaçme, kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, për dhënien e autorizimit për arrestimin, heqjen e lirisë deputetes zonjës Belinda Balluku, mosdhënien e këtij autorizimi, pasi nga shqyrtimi i materialeve dhe rrethanave që shoqërojnë kërkesën e përvojës posaçme dhe relacionin përkatës, nuk rezulton të jenë evidentuar domosdoshmëria e vendosjes një mase të tillë në raport me ushtrimin e mandatit parlamentar dhe me funksionimin e institucionit kuvendit. Ky rekomandimi joni në asnjë rast nuk e pengon përvojën e posaçme që të vazhdoj hetimet në ngarkim të deputetes Belinda Balluku. Sigurisht ka një masë të sigurimit personal, ato të ndalimit të daljes jashtë shtetit, që e garanton plotësisht gjithmonë vlerësimin tonë vazhdimin e procedimit penal të nisur ndaj saj, dhe ne këtë e konsiderojmë si një çështje që ta shpëritakon drejtësisë.